A mundeni me paramendu një finale pa kryefjalën e këtij edicioni, Gjestin? Finalisti i parë i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania tashmë dihet dhe është këngëtarja Rozana Radi, e Rozit, e cila ishte në televotim me Gertën. Televotim ky që të dyja u zgjodhen nga banorët e shtëpisë se kë dëshirojnë të shohin si finalistin e parë. Divani kuq zgjodhi Gertën, ndërsa ai blu zgjodhi Rozin. E me të triumfuar, këngëtares iu dha mundësia që të dërgojë 2 persona në televotim për finalistin e dytë, dhe ajo vendosi Eglin përballë Laertit. Ky edicion që për shumë kënd konsiderohet si një nga më të mirët, madje shumë e kanë krahasuar me Big Brotherin kur fitues ishte zgjedhur Luiz Edhi. Zgjedhja e Rozanës nuk ishte as pak e lehtë, pasi që Egli ka pasur një rrugtim shumë të vështirë, e po ashtu edhe Laerti ka pasur ato periudhat e tij sfiduese. Gara është drejt fundit, ndërsa emrat e të gjithë finalistëve ende nuk dihen. E të shohim se çmimi i madh a do të mbetet në Shqipëri apo do të vijë në Kosovë, vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga ky çmim.